Në Kumanov janë shpallur zgjedhjet brenda partijake të Degës BD-s, ku të pranishëm ishin antarë të Degës, kryetar të këshillëve vendore, si dhe shumë antarë dhe funksionarë të BD-s. Në mbledhje mori pjesë dhe koordinatori zonës 2 Beqir Hasani, i cili do vazhdoj procesin zgjedhor. Në mbledhje është vendosur se do ketë riantarësim të ri, si dhe rizgjedhje të çdo këshilli vendor që pritet të përfundoj për 2 javë, kur dhe do bëhet zgjedhja formale kryetarit Degës BD-s në Kumanov. Në këtë mbledhje i pranishëm ka qenë kryetari deritanishëm i Degës Hulusi Beqiri, si dhe antarë të deritanishëm të BD-s në Kumanov. Procesi do vëzhgohet nga antarë të komisionit të cilët do emërohen në mbledhjen e ardhshme, të cilët e cakton koordinatori Beqir Hasani. Mbledhja është vendosur që procesi të vazhdojë në mënyrë demokratike, ku do jepet hapësirë kuadrove të reja, ndërsa në këtë mbledhje të gjitha pikët të rëndit të ditës, të cilët janë diskutuar, të gjithë unanimisht kanë qenë të pajtuar që procesi të vazhdojë në mënyrë demokratike, thonë për televizionin Hana, andari Degës Vullnet Ademi.